takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat e dërgoj Muhammedin alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Zotit xhelalu ala qoftë te familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe me të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës të ciklit i ligjëratave bukurinë të mësimeve të kryerjes së hajrit, të bukurive dhe mësimeve që i kanë cekur lemaja, është se në Kabe dhe në Hax është një simbol tjetër i madhështisë së Allahut Azza wa Jall, se ai është një Zot dhe nuk ka Zot tjetër përveç tij. Ai simbol është guri i zi. Kur u ngrit ndërtimi i Kabes, edhe amikët e vetë ku është vendosur tani në guri i zi, Ibrahim alayhis salam i tha Ismailit, por i populli i babës më ndihmo ta gjej një guri. Shko kërkoj një guri që ketë guri ta vendosi në këtë vend në Kabe, në mënyrë që ki guri zi tjetë vendi edhe sinjali ku musliman fillojnë me bota vafe. Ismaili alayhis salam e qoj vend amanetin dhe kërkesën e babës vet Ibrahimit alayhis salam, edhe dole në përmeke me kërku një guri, edhe duke kërku nuk mundi me gjithë formën e guri që kërkoj Ibrahimi alayhis salam, edhe kur u kthye te baba vet e pa se tani më kishte zbrit Xhibrili e me një guri nga xheneti. Edhe ky guri u bo simbol i qartë nga simbolet e Allahut Azza wa Jalla në xhaminë e shehit Kabe. Dhe ky guri realisht nuk ka zbrit në xhenetin, ka zbrit më i madh se çu shtek. Mirë po shkak gjinave të birit dhe Ademi selam ka shomi, ki guri u bo i zi. Se ku ka zbrit në xhenetin, u vendos Kabe, ka qenë më i madh se sa çu shtek. Ndërsa u bo i zi për shkak gjinave të birit të Ademi alayhis salam. Allahu Azza wa Jalla inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Shtëpia apo xhamia e parë dëtuar për njerëzit është në Mekë, e cila është e dobishme, e cila është fotografiuese për pa njerëzimin. Edhe në Kabe ka sinjale dhe shenjë të qarta për njerëzit që dëshirojnë me besu Allahun Azza wa Jalla. Ato që ka thash më për gurin e zi, që ashtu dhe ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Transmetoni Ibn Abbas i gjali i vitës pejgamberit alayhis salam se dërguar Allahu ka thonë, guri i zi zbriti nga xheneti. Dhe në momentin që ka zbrit Xhibrili alayhis salam nga Allahu Azza wa Jalla nga xheneti, ishte më i parë se sa çushti. Por e bën të zi, do thotë ato mëkatet e njerëzve. Do thotë e ka bën të zi, i është përsëri mëkatet aty njerëzve që e kanë prerë gurin e zi. Që do thotë sa njeri ka ardhur Hax, që nga i moment kur është vendosur guri i zi, e sa njeri kur e ka prerë gurin e zi ka qenë nga qartë. Por shkak se shumica atyre që kanë prerë këtë guri i zi, i cili ka qenë më i bardhë se sa çushti, pra ka qenë nga qartë dhe për shkak këtyre është nxirr. Thotë Allah ibn Amr ibn Asim, guri zbriti nga qielli dhe ishte më i bardhë se kura, edhe nuk e bëni asgjë gurin e zi të zive se mëkatet e njerëzve. Thotë Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, guri i zi i Kabes që tashmë duket, është prej gurëve të xhenetit, nga se kështu do thotë ka numëruar Allahu Azza që kur nuk vjen nga xheneti. Dietarët kanë thënë që nëse gjunohet pas kanë mundësi me nxi gurin, i cili gur është më i bardhë se kura edhe se çushti. Nëse prekja e këtij guri nga njerëzit gjunaqar e bëj ka këtë guri të bardhë, fleksikor me u i zi katran, atëherë që kam menduar që kjo zemër që është në copë kishin në zemrën tonë, sa herë kemi nxi, edhe sa herë kemi vendosur duke i mëkatuar Allahut Azza wa Jalla. Normalisht guri i zi ka mbet aty, anë pse njëherë kanë tentuar shihet e vjedh atë, por pas vjedhjes ka thënë Allahu që me u rikthi prapë në Kabe. Vlera e Mekës, do të shihet në këtë hadith, se mes me pas vlerë Mekeja nuk zbrit Allahu Azza wa Jalla special kur nga xheneti. Nga se Zoti kur do me veçoni vend. Zoti kur do me veçoni një vend, e me ka veçon me gjëra që nuk i ka veçuar vende të tjera. A
ka uri qëtër Medinës ka, po e ka veçu Mekën, e ka veçu Qabën, që ai uri xhenetin mu vendosë në Qabë. Andaj Allahu ka dashur në lidh neve me ahiretin, me botën tjetër, sa që ka thënë dietarët. Sa herë e kemi prekur lezin Qabë, na u ka kujtu xheneti. Sa herë e kemi prekur lezin Qabë, na u ka kujtu bota tjetër. Dhe na është të kujtu se një ditë kemi me dharë për kësaj bote, edhe kemi me shku në xhenetin e Allahu Azza wa Jall, nëse të Zotit Xhelal. Gjithashtu, shifë qartë hadith që gjërat, do thotë, kanë ndikim të çuditshëm. Gjërat përpose e erozojnë zemrën. Gjërat përpose e erozojnë fytyrën e njeriu. Ato kanë ndikim të fuqishëm të me erozua dhe gurin, i cili ka qenë më i bashkë se sa, do thotë, çumshti apo më i bashkë se sa ora. Gjithashtu, se përket gurit zi, normalisht ose sebab që njeri me u afru aty, ose sebab që njeri me e vendos dorën, edhe me bo dua, edhe nëse ka mundësi me puth gurin e zi. Dhe normalisht kjo bëhet vetëm se kështu ka vepru pejgamberi sa si bëhet sunneti. Nga se siç ka thonë Omer radhiyallahu kur e ka pa gurin e zi, ka thonë po të preki se kur pejgamberi të prek se ty me të kisha prek. Ka thonë mi tregu që ki është guri, është të vërtet është për xhenetin, me të përnusja në mas nuk se dobi, por thjesht e prekmi, e puthmi nëse kemi mundësi dhe bujmë dua aty, se kështu ka vepru pejgamberi sa. Andaj te guri i zi është edhe drita e shikt që kanë vendos, do thotë, kujtësarët e haremi Qabës, dhe nga ai moment, nga ai vend, fillon pjesa e tavafit, fillon tavafi, sillet njeri, kur përjet e guri i zi prap bëhet një tavaf, pastaj prap një bëhen dy tavafe, pastaj prap një bëhen dy tavafe, derisa të bëhen 7 tavafe, do të rrotën rreth Qabës, fillon dhe përfundon tek guri i zi. A duhet me dhënë një njeri më shty, me prej guri i zi edhe me puth, normal nëse i ka mundësi me përgjithit po, mirë po me hinë e këtë halakon, me hinë e këtë kalapak madhë, me i shty njerëzit, me i maltratu njerëzit edhe vetën, përshka këse me prej guri i zi nuk më regoj. Ata që nuk më haqe kam po, ata që më nure, sa e shtypja bëhet, do thot me një alë që bëhet, sa shapërlarja bëhet, një mërë e keshënet, një mërë e inërnet, i e bëzorët e shtypjë kështu në alë, që ka me bëhet një qka që do thot është thjesht edhe është formale. Normalisht, guri i zi nuk është edhe më thjesht në kutimin e fjallet është me prej, edhe dhe është me afru me shqiptu, apo edhe me puth, për shkak se ka natë transmetime që ky guri që ka zbrit për xhenetin, do të dëshmojë nesër ditën e gjykimit për atë që e ka pa guri i zi. Do të dëshmojë ditën e gjykimit për atë që ka prek, dhe do të dëshmojë ditën e gjykimit për atë që e ka puth gurin e zi. Transmetoni Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë, ky guri i zi ditën e gjykimit do të vjenë me dy sy. Sukur se njeriu që ka dy sy, po çish janë me forma nuk e di. Do të vjenë me dy sy ditën e gjykimit dhe me një gjuhë që ja flet. Dhe normalisht ky guri i zi ka me dëshku për atë që e ka përshëndet sinqerisht me zemër thellë, sa që e ka një stavafu. Ka me dëshku guri i zi për çdo person që e ka përshëndet të guri, dhe e ka puthur guri i zi. Të na njerëzit, për shkak se s'kan mundësi me shku me puthur guri i zi, drejtohen në këtë formë, e çojnë gurën e djathtë lart, edhe drejtohen edhe e përshëndesin gurin e zi. E dikush pasi s'ka mundësi me prek edhe me puth atje, ja po kështu. Se lloj puthje përshëndetje po nuk ka nevojë. I kumpoha ata që të moshuar që e praktikojnë që të tillë, vetëm ja thonë se bismillah Allahu akbar. Dorën te polizia dhe ja kista vao. Nuk ka nevojë me buksi skena, edhe me përshëndesë ai nuk vuan edhe me thonë Allahu, apo lodhe, apo selam aleikum. Pra mjafton me përshëndetje me dorën, edhe me sunna thonë bismillah Allahu akbar dhe me fillu tawafin. Qoftë ki tawaf i sajit apo qoftë ki tawaf i me do të thotë edhe i tawafit të thjeshtë. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall ka lënë forma elemente të cilat nëse ne i respektojmë ato. Ditë gjykimit kemi me gjithë respekt dhe Allahu Azza wa Jall që edhe këto gjëra të ngurta, siç është guri i zi, me na përshëndet neve, edhe me dëshmu për neve që ne kemi prek atë gjatë tawafit, të umrës apo dhe haxhit, apo ku kemi qenë thjesht umra apo ku kemi qenë haxh. Andaj çdo kush e ka përshëndet gurin e zi me zemër, e ka prek ose e ka puth, ka më dëshmu ti guri me lejnë Allahu Azza wa Jall nesër ditën e gjykimit. Edhe këtu shifet njëkohësisht edhe fuqia e Allahu Azza wa Jall, që
Ala, kur duhet diçka me ndodhë, mjafton Allahu me i thonë bëhu edhe ajo bëhu. Para mendoni, Allahu azza wa jalla për fuqisë e tij është gjërat e ngurta i shtin me lëviz dhe gjërat e ngurta i shtin me fol. Ana që kur i zi që nuk as nuk flet, as nuk lëviz pa lëviz njëri, ditë e gjykimit Allahu azza wa jalla kam ia mundsuar që me fol edhe kam ia mundsuar që me dëshmu por do kënë që e ka përshëndet kur lezi gjatë tawafit të haqët apo gjatë tawafit të umres. Njerëzit të cilët janë të haqëm edhe nuk e kanë imanin stabil, realisht të gjera mundën me hindu ka këtyve së bëjmë metafore. Edhe të gjera mundën me hindu ka këtyve së bëjmë gjera të cilat të në thjeshtë në cilë dhe nuk ndodhin. Çdo gjë që e ka sekë pejgamberi qeni të bindur pa shqype ka me ndodhin. Edhe nëse logjikën e njerëzimit duket e pamundur, edhe nëse logjikën e njerëzve duket diçka që nuk është normale, për Allahun azza wa jalla çdo gjë është e lehtë. Për Allahun çdo gjë është e mundshme. Nëse Allahu ka thënë në Yasin, "Innama amruhu idha arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun." Çështja e Zotit është kur Allahu do të ndodhë diçka. Kur Allahu do diçka me fol, edhe çështja e gurit të ngurt, vetëm mjafton Allahu me thonë bëhu edhe ai bëhet. Na di me rastin që pejgamberi më ka përshëndetur i pemë sa herë ka kaluar sa. Kush e ka mundsuar pemës që prodhon fryte me fol, edhe me dhon se na pejgamberi Zotit. Kush e ka mundsuar të dërguarit e Allahut kur ka hyrë minber, druni që ka marrë hype, kur ka vdekur zëm ka kal, ka dënes druni. Kush e ka mundsuar drunit me dënes me çaj, ja ka mundsuar që por ato është gjë e lehtë, edhe çdo gjë është e mundshme, edhe pse po neve nuk është ka kapshme por logjikën e zore, mirë por për Zotin që lëvala ato është e mundshme nga sa ajo është Zoti dhe krikuesi i çdo gjëje. Gjithashtu Allahu azza wa jalla na mëson edhe pejgamberi në hadithin e tij që guri është prej shenjave të ekzistimit të Allahut azza wa jalla, është prej shenjave që ekziston xheneti, edhe është prej gjërave që duhet të respektuar. Dhe normalisht për derisa është vendosur në çapa dhe ka zbritur për xhenetin ka vlerë, atë duhet të respektohet edhe duhet të çmuar guri i zi. Gjithashtu prej çështjeve është se njerëzit zakonisht na pyesin për zemzemin. Ne do të apo që njerëzit po shesin shishe të vogla zemzemit me tonelata e me litra të shumta. Edhe dikush na vet pyetja parë a lejohet me largu zemzemin për Medinës dhe Mekës. Pyetja e dytë është si ka mundësi 5 milion haxhi me i marrë se ka 5 litra zemzem. E sa litra po bojnë? 5 milion edhe 5, 25 miliona, me sa po bojnë. Shumë ujë. E para, pyetja është, a lejohet me marrë zemzemi vende tjera po lejohet vëtarisht? Do të sekme argumentin e mirë. A hub efikasitetin e vetë zemzemi nëse përzihet me ujë tjetër? Se na shohim që zemzemi është qetër ujë ku ta pijmë, edhe ujë i zakonshëm është qetër ujë. Kush ka shkuar që ka vren, edhe vren apet. Sa i përket përzihetjes së ujit të zemzemit me ujë të zakonshëm, normalisht nuk ja humb efikasitetin. Se uji i zemzemit është mrekulli që Allahu ka dhënë tokë. Uji i zemzemit është mrekulli që Allahu i ka dhënë tokës shterpe. I ka thonë tokës së gëzuar, tokës së tharë qitë ujë, edhe ju ujë thjesht, ujë të beqetshëm, edhe ka qitur toka. Andaj lejohet parë në zemzemit në përmetën e gjiletve, lejohet me e përzi zemzemit. Si të mos të që e ka nush me do në vetë 1 litër zemzem me 10 shapës. Ato ka nush vendi ku punon zemzemit. Nëse ata kanë qenë të ujë ku të vinë të shpia, me dhonë zemzem, lejohet me amush ma shumë se gjytën e botës për ujtë shpijes, edhe me aparëzi pastaj me zemzem. Kjo nuk është mashtrim, ashtë nuk është tradhtim, por është veprim që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi alayhi salam, thot sa herë që dilte jashtë Mekës, sa herë që dilte në betejë, sa herë që dilte, do thot për me kry haxhin edhe umrën, pi Medinës pastaj ka marrë nga Mekja, fa i dërguar Allahut ka parë zemzem me veti dhe e ka shtu zemzemin. Se ka parë zemzem me veti, e s'ka mujtë se ka qenë vetëve, edhe ka qenë vetë sallallahu alajhi wasallam. Edhe është nuk ka mujtë me marrë për tonelata me ujë zemzem. Por çka ka bërë? I ka marrë 1 litër ujë zemzem
ose ka po doa që Allah me ngu, edhe pas me pas nevoj me pima shumë se zemzemi që e ka një litër, ose se Allah a lëzërën kur ka kalu pra ndonjë burimi, pra ndonjë kroni, ka mush uj me kof, edhe ati kof e ka qenë një pjesë qisës që është bio, apo që i dhënë nga zemzemi pa përzim. Se normalisht për të kemë mundët më do kënë të të letë, zemzemi që është original, që është nga burimi që ka thot, e për të kemë normalisht është një letë. Edhe Allah ka parë që kjo ujtje të veçan, për shumë aspektin e ngupjes me ushqim, aspektin e largimit të hetjes, aspektin e pranimit të duave dhe lutjeve, aspektin e freskimit të shpirtit dhe trupit, edhe aspektin e largimit të smundjeve. Se shumë njerëz do të kanë varën dhe kanë pas smundjen, apo kanë sjellë apo dhimbje dhe zemzem dhe kanë bërë dua dhe me lejnë Allah azza wa jalla është ka smundja në fjalë. Pra pejgamberi alayhis salam e ka parë të ujin zemzem jashtë Mekës për disa arsye. Arsyeja e parë është ka thonë ulemoja me na thonë neve sinjal indirekt që një veprim i tillë lejohet se më pas punën ndalume këta 5 milion haxhi që janë në Mekë sot e që kanë ardhur për Arafatit, Muzdelife e pastaj kanë shkuar me gjujt gurt, këta haxhi kishin bërë drejt as 200 litrë zemzem me marrë preshe. Por veprimi i pejgamberit që ka bërë dhe ka qenë zemzem në Mekës, aludon që një veprim është i lejuar. Rasti apo çështja e dytë që nxjerrim nga ky veprim i pejgamberit është se njeriu do të dukush është person i tillë që konsumon më shumë. Edhe që na dinë që një treta për ushqim, një treta për frymëmarrje, një treta për ujë, por dikush ja merr edhe frymëmarrjes si përqindje edhe ushqimit pa çka më shumë. A ka sheqera, ashtu e ka zakona. Por mos me tepru me zemzem çka ndodh, por mos me tepru me ujë zakonisht me pi shumë çka ndodh, pi zemzem. Edhe zemzemi mjafton një bardak ujë zemzem, do të mjafton sa 1 litër zakonisht ujë me fotonë dhe pi. Gjithashtu ujë zemzemit është një favoj dhuratë e hedije, një favoj pakete për banorët e Mekës. Ani pse vend i thot, ani pse vend i me gur, më për interesant se për atë momenti që ka dalë ujë, kone i Ibrahimit alayhis salam sot në Madinë, sa haxhilere mushin ujë zemzem edhe nuk paksohet ujë zemzem. Se ai i cili jep ujë me ushtu doza zemzemit, është ai që ka kriju ujin edhe zotëri Allahu azza wa jalla. Gjithashtu dietarët kanë thonë që lejohet, do thot me marrë zemzemin të shtëpia, por ajo që ka në intereson është shpesh e lini keq kuptime. A lejohet me shit zemzemin? A lejohet me bërë tregtime zemzem? Dietarët kanë thonë që përderisa është ujë me punë, mos me përkeqësor bekimin e këtij uji që kur rizikoj zemzem u pasanet. Se dukush ma mos i vjen ditë urë me pi kasimit, pi gjitës. Dukush ma mos i përmes ditë urë urmës me përdojnë 10 ml zemzem. Para mendoni 10 ml zemzem, pishit ka 170 ml, ka 5 orë shkushitet, ka 2 orë gjithë shkushitet, do vejtë e sa porë e ftë njërë. Andaj nuk është mirë me keshe përdojnë për e qetë e ujtë zemzem. E nëse në ulemave, ka thonë që njëri për dresa ka po mund, ka derë mund, është lotë me i bartë, me i siguru, me i kërë të mëral, ata do thotë lejohet me u përdojnë. Na di që zakonisht njerëzit kur blejnë ujë me pi blejnë gjamë. A nëse është mashtrejt, që është ma shëndeshme, është vërtetuar 100 herë, që është ujë më i mirë, më kualitativ. Ndërsa zemzemi, edhe nëse është e shishje e rëndonë, që na konsumojmë ujë për shumë shumica prej shisheve, o fjala plastikës, nëse e lënë shishën dilë, jo formuar kancerogjene, lënë jo botështu, jo ushqie, jo ashtu, zemzemi ka një veçori që nuk e ka asnjë ujë. Cila është ajo veçori? Është ajo veçori që nuk e lënë edhe diellin me ndikun të mia u vlerët, apo mia u vlerët ose mia shndru vlerët në kundër vlerë. Uji ka vlerë, ama qëndrimi i ujit përballë diellit ku gjatë, mos si plastikës, ja mundson ujit me kriju kundër vlerë. Pastaj ke vlerë që ka i vit poshtë. Edhe vlerë që nuk bën me pi, as nuk ngo, po është rrezik me ta formu kancerin. Nësa kjo çështje do të nuk ka të bëjë me zemzemin, sa është ujë i bereqetshëm, është ujë i begatshëm, plumët ata që kanë shkuar në Mekë, në Medinë, edhe kanë përjetuar këtë çështje, do thotë vllai, dhe kanë pi zemzem të paparzim, sidomos tu hin çave, pas vendi ku bën ujë. Ndërsa Mekë e Medinë ka mundësi, apo edhe më mirë, por shkak se ka shumë konsumator, ka mundësi edhe për zemzem, ka shumë, edhe nëse përzihet nuk u vlera zemzemit
edhe efikasitetin i këtij ujë të gashëm ujë Zamzam. Andaj uji është ujë i gashëm, është ujë që përmes këtij uji largojmë urinë, largojmë etjen, edhe normalisht me lenin Allahu Azza wa Jall na plotësojmë do ju dua ose na largojmë sëmundjet. Inshallah po kaloni këtë ditë parë Bayramit do të mirë. Inshallah të ndajmë kaloni edhe më mirë. Moni doa lutje, moni punë mira. Thënë kurbana